Shkëlzen Hasan Papa, një emër që ka ngritur shumë pikpyetje në lidhje me aktivitetet kriminale dhe lidhjet e tij me grupe të strukturuara kriminale, ka dalë përsëri në qendër të vëmendjes. Pas një dënimi të dhënë për tentativën e vrasjes me pagesë ndaj dy anëtarëve të fisit Çapja, ai u dënua me 10 vite burg. Megjithatë, ai arriti të rikthehet në liri dhe pas vuajtjes së një pjese të dënimit, ka mundur të krijojë një pasuri të konsiderueshme duke investuar në një bar-restorant luksoz në qendër të Elbasanit, vlerësuar në më shumë se 800.000 euro. Ky zhvillim ka ngritur shqetësime të mëdha për dështimin e institucioneve të drejtësisë në Elbasan, përfshirë prokurorinë dhe krimin ekonomik, të cilat nuk kanë ndërmarrë hapat e duhur për tetuar origjinën e pasurisë së Hasan Papës dhe lidhjet e mundshme me aktivitetet e paligjshme që ai mund të ketë zhvilluar gjatë dhe pas periudhës së burgimit. Ky rast është një shembull i qartë i papërgjegjshmërisë së autoriteteve të drejtësisë që në vend të veprojnë sipas ligjit, duken të paafta për të identifikuar dhe luftuar fenomenet e pastrimit të parave dhe krimin e organizuar. Duke qenë se Hasan Papa ka qenë i përfshirë në aktivitete kriminale të rënda, përfshirë vrasje me pagesë, mundësia që ai të ketë pastruar të ardhurat e paligjshme përmes investimeve të tilla luksoze është shumë e lartë. Restoranti që ai ka hapur është një shembull tipik i asaj që njihet si pastrimi i parave, një proces i cili ka për qëllim fshehjen e burimit të ligjshëm të fondeve dhe transformimin e tyre në një pasuri të dukshme dhe të pranueshme nga ligji. Kjo është një praktikë shumë e zakonshme mes grupeve kriminale, të cilat përdorin investime të tilla për të maskuar pasuritë e fituara në mënyrë të paligjshme. Për më tepër, një bar-restorant i tillë në një zonë të frekuentuar dhe të njohur të Elbasanit ka një potencial të lartë për të qenë një lavatriçe parash ku mund të pastroni fonde të fituara nga aktivitete kriminale. Ky është një fenomen që kërkon një vëmendje të jashtëzakonshme nga organet hetuese, por në rastin e Shkëlzen Hasan Papës, duket se autoritetet kanë dështuar në mënyrë flagrante. Nëse do të ishte bërë një hetimi i thelluar, prokuroria dhe krimi ekonomik duhet kishin mundur të identifikonin lidhjet e mundshme mes këtyre pasurive dhe burimeve të paligjshme të fondeve. Pavarësisht faktit që Hasan Papa është një figurë që ka qenë e njohur për lidhjet e tij me krimin e organizuar, autoritetet duket se kanë mbyllur syt ndaj mundësisë që ai të ketë pastruar të ardhurat e paligjshme përmes këtij investimi të madh. Një aspekt tjetër i rëndësishëm është mënyra se si krimi ekonomik dhe prokuroria e Elbasanit kanë trajtuar hetimet për pasuritë e Hasan Papës. Ka dyshime të forta se këto institucione që janë të ngarkuara me hetimin dhe parandalimin e pastrimit të parave dhe aktiviteteve të tjera të paligjshme kanë dështuar të veprojnë siç duhet, pasi duket se Hasan Papa ka derdhur thesin me para këmbëve të shefit të krimit ekonomik dhe prokurorisë. Një pjesë e shoqërisë civile dhe ekspertëve të drejtësisë janë të mendimit se këto institucione janë të kapura nga ndikime politike dhe mund të kenë patur probleme me korrupsionin brenda radhëve të tyre, çka ka çuar në një ineficiencë të dukshme në luftën kundër krimit të organizuar. Lidhjet që mund të ketë pasur Hasan Papa me figura të tjera të fuqishme dhe të lidhura me grupet kriminale mund të jenë një nga arsyet që kanë penguar hetimet nga autoritetet përkatëse. Ka raporte që sugjerojnë se drejtues të krimit ekonomik në Elbasan mund të kenë pasur marrëdhënie të ngushta me individ të tillë, duke e bërë hetimin për pasurinë e Hasan Papës një çështje të vështirë dhe të paqartë për t'u ndjekur. Kjo ka krijuar një situatë të pafavorshme ku qytetarët e zakonshëm të Elbasanit mund të kenë dyshime të forta për funksionimin e drejtësisë dhe për ndershmërinë e institucioneve që janë të ngarkuara për të garantuar ligjin dhe rendin, shkruan traktet. Ky rast ka nxjerrë në pa dobësitë e mëdha të sistemit të drejtësisë në Elbasan dhe në Shqipëri në përgjithësi. Dështimi i autoriteteve për tetuar pasurinë e Hasan Papës dhe lidhjet e mundshme me krimin e organizuar dhe pastrimin e parave është një shembull i qartë se si sistemi i drejtësisë mund të dështojë në mbrojtjen e ligjit dhe ndëshkimin e atyre që abuzojnë me të. Për të parandaluar raste të tilla dhe për siguruar një sistem të drejtësisë më të fortë, është e domosdoshme që të merren masa urgjente për të rritur transparencën dhe përgjegjshmërinë e institucioneve të drejtësisë. Kjo përfshin rritjen e kapaciteteve të prokurorisë dhe krimit ekonomik, forcimin e kontrollit ndaj pasurive të individëve të akuzuar për krime të rënda dhe një angazhim më të fortë për të luftuar korrupsionin dhe ndikimet politike që mund të pengojnë hetimet. Vetëm në këtë mënyrë mund të garantohet që drejtësia të funksionojë në mënyrë të barabartë dhe të paanshme për të gjithë qytetarët dhe të sigurohet që individët e përfshirë në aktivitete kriminale të ndëshkohen në përputhje me ligjin. Ky rast është një mundësi për t'i dërguar një mesazh të fortë institucioneve të drejtësisë dhe shoqërisë se është e nevojshme një reformë e thellë dhe e menjëhershme për të garantuar një sistem të drejtësisë që funksionon me integritet dhe efikasitet. Ky personazh është dhe një prej autorëve në masakrën e gazetarit Gjergj Zefi, për cilin do të shkruajmë në vijim. Kur ka plan prokuroria ta hetojë mbi sulmin e pabes nga pas shpine?